أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا إنهم يرونه بعيدا ونراه ينتظرنا. Një zemër e lodhur fliste me veten. Më thuaj zemër, pse u lodhe kaq? Pse u mbyle kur nata të ra? Dëgjoj shpirt, mos u trem tani. Jenën kujdesin e Allahut. Zemra u përgjigj me dhimbje lodhje. U lodha thash dhe prap u lodha, por fjala e Allahut më mbajti sot. Më tha të pres, të mos e lë veten, kur pesha më bim kraharo dhe natë rësi. Mendimet vazhdua, më duket larg ajo që kërkoj. Më duket larg si një mal pa fund, por syri Allahut e she më afër se sa e she zemra ime vet. Zëri shpresës i tha, ti sjellën vetëm në këtë rrugë. Asnjë hap nuk hum pa kuptim, ajo që vjen pas kësaj mund të jetë dritë për ty. Dhe zemra filloi të qetësohej, jenën kujdesin e Allahut. Jenën kujdesin e Allahut. Prit me zemër, prit me besim, aq afër është afër. Por lodhja ende fliste, kur mendon se s'mban më asgjë. Dhe supet po të thyhen ngadalë, ai të ngarkon për te i fuqis. Asnjë lot nuk shkon kot në për nat, dhe shpresa vazhdoj. Në çdo hap ka një dorë mbi ty, në çdo pritje ka një fshehtësi. Ajo që sot të duket e rënd, mund të hap nesër një rrugë të re. Zemra u qetësua pak nga pak, ti s'je harruar në errësirë. As kur se she dot, shpo vjen ajo që pret me durim, të afrohet me mëshirë. Dhe përsëri ajo fjale fort, jenën në kujdesin e Allahut. Jenën kujdesin e Allahut. Prit me zemër, prit me besim, është afër, është afër. Dhe në fund si dritë e vogël, mos u dorëzo kur shpirti rëndon. Mos e beso zërin që thot mbaroj, ka dritë për ty pas kësaj vale. Ka mirësi që po afrohet tani, dhe zemra kuptoj. A je di që mban në gjoks, dhe të mban. Jenën kujdesin e Allahut. Jenën kujdesin e Allahut.
është afër, është